Dita e sotme u karakterizua nga një sër aktivitetesh nga Bashkësia Islame e Kosovës. Duke nisur me Prishtinë, në prag të fillimit të muajit të Ramazanit, ka nisur së implementuari projekti Shporta Ushqimore 5 në Republikën e Kosovës 2026, e cila mundsohet nga Qendra Mbretit Selman të Arabisë Saudite. Në hapje të këtij projekti, pranishëm që edhe kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Efendi Tërnava, ambasadori i Mbretërisë Arabisë Saudite në Tiranë, Faisal Hifzi, drejtoresha e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës, zonja Adelina Sahiti dhe përfaqësuesi i Qendrës së Mbretit Selman. Në fjalën e tij përshëndetëse, Muftiu Tërnava falenderoi shtetin mik të Arabisë Saudite për ndihmat e vazhdueshme që kanë dhënë për Kosovën në përgjithësi dhe për Bashkësinë Islame të Kosovës në veçantë. Ne sigurisht që bazuar në thënien e Muhamedit alayhis salam, i cili thotë nuk ka falendëruar Zotin ai që nuk falenderon njerëzit, ne duhet të rikujtojmë ndihmat e vazhdueshme që kanë qenë qysh gjatë kohës së dëbimit të shqiptarëve nga Kosova për në Shqipëri, Maqedoni e vende të tjera, kur ndihmat nga Arabia Saudite kanë qenë të përditshme për vëllezërit dhe motrat tanë që ishin të strehuar përkohësisht në ato vende, mirë po tash e 26 vjet në vazhdimsi këto ndihma kanë vazhduar dhe për këtë ne ju jemi falendërues nga zemra. Ambasadori i Arabisë Saudite Faisal Hifzi në fjalën e tij tha se këto ndihma janë vetëm një prej dëshmive të vllazërisë sonë. سماحة رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا فضيلة الشيخ نعيم ترنافة، الأخ المشارك من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف اليوم في هذا اليوم المبارك ونيابة عن المشرف العام عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معالي الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بتدشين مبادرة إطعام المتمثلة في توزيع السلال الغذائية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى الشعب الكوسوفي الشقيق وبالتعاون مع المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا. عبد الله بن ربيعة i cili është përfaqësuesi i shoqatës Mbretit Melik Selman, me të cilin në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Kosovës kemi implementuar projektin e shpërndarjes së pakut për vitin 2026. Edhe drejtoresha e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës, zonja Adelina Sahiti, falenderoi ambasadorin e Arabisë Saudite për këto ndihma të cilat tashmë janë bërë tradicionale. Sigurisht po pranojmë se disa dhurata shumë të çmuara, të cilat tashmë janë bë një zakon i çdovetshëm, jo i çdovetshëm, po muaj pas muaji. Shoqata Bereqeti, bashkë me donatorët e saj, në këtë rast Arabinë Saudite dhe Qendrën Humanitare të Mbretit Selman, kanë qenë ata që po na e bashkohen për të na nisur mbar e mirë muajin e bekuar dhe çej të Ramazanit. Aktiviteti më pas vazhdoi edhe me shpërndarjen e 200 pakove ushqimore për familjet në nevojë në Obiliq. Kryetari i Bereqetit, Gjeladin Fazliu, tregon se si ka shkuar procesi i shpërndarjes. Sot jemi këtu në Obiliq, ku për 200 familje kena sjell pak ushqimore. Kjo ndihmë ka ardhur nga Qendra e Mbretit Selman nga Arabia Saudite, që jena tu implementu projektin e pakove të Ramazanit, që gjithsej nivel vend janë mbi 8.000 familje të cilat do të përfitojnë pako ushqimore në prag të muajit të madhëshëm të Ramazanit. Ky projekt synon të shpërndaj 8.017 pako ushqimore që përmbajnë artikuj ushqimor thelbësor si oriz, vaj, makarona e të tjera. Kjo iniciativë është pjesë e përpjekjeve humanitare dhe ndihmës së mbretërisë të përfaqësuara nga Qendra e Ndihmës Humanitare Mbreti Selman, e cila synon të ofrojë siguri ushqimore në shumë vende vllazërore dhe miqësore anë mban botës.